Osmani dhe babi u njohën për herë të parë në vitet e vështira, në vitet 92, në aeroport, në Shqipëri, si dy republikanë. Dhe jo çuditërisht do thoja, menjëherë lindi një miqësi e madhe midis tyre. Është ajo që e përshkruaj miqësi me shikim të parë, ndoshta. Patjetër që kjo miqësi i kishte lindja e kësaj miqësie të menjëhershme, e kishte rënjët patjetër në afërsitë, në karakterin, në temperamentin, në intelektin, që janë strumbullari në fakt i një miqësie. Por unë besoj fort që ishte diçka tjetër që i lidhi fort ata. Ishte pikërisht ajo ndjesia e thellë nga të dy ata për fjalën atë dhe më dhe, për këto dy fjalë të bukura në kuptimin më të thellë dhe më të gjerë të tyre. U përpoqën shumë Osmani, familja e tij dhe miqtë e tyre vitet e para të demokracisë në Shqipëri. Qenë shumë shtytës, u përpoqën shumë që të nxisnin zhvillimin e demokracisë në Shqipëri. U përpoqën që të hapej ajo udhë për Shqipërinë në një plan të ri, në një orientim të ri për hyrje në hapësirën europiane dhe botërore të zhvillimit. Pra, i kemi ndjerë shumë gjithmonë, e mbaj mend shumë mirë fillimet që vinin grup dhe organizonim në të gjitha mjetet, me të gjitha mënyrat ndihma në mënyrë që zhvillimi i demokracisë të ecte përpara. Është një detaj që ndoshta duket i parëndësishëm, po është